Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. I dërgojmë selamet, përshëndetet mbi të dërguarit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, dhe mbi ata cilët e ndjekin dhe pasojnë sunnetin e tij deri në ditën e gjykimit. O i vëllezër, e mirë është ky mejlis dhe mejlise tjera me lejen e Allahut. Pse do të flasme për laditje dhe mësimet e Ramazanit. Jemi në prag të muajit Ramazan. Allah dhe gjellë në mëndësor për atyre që me prit muajin e Ramazanit me hi e me adhuru Allahun ashtë qysh a i ka kërku. E zatën takimet me gjlisët që do i bëjmë, sikur tani që është sante, janë të bukura, janë të mira, me folë për musafirin më të dashur, tek profeti jonë, sallallahu alaihi wasallam, dhe tek ummeti i tij, sallallahu alaihi wasallam. Në realitet, Ramazani ka shumë mësime, dhe nuk ka mundësi që mrenda një ligjerate me përmbledh krejt mësimet. Është kur gjë problem. Mirë po, ne në çdo dile do të kemi përmbledhje caktune në ato mësime që na bujnë dobi vetëm rreth agjerimit ton kur të himi në agjerim, çfarë është kana dohet. Meselet do të grumbullohen të shkurta, të kuptueshme, që kuptimin e agjerim mi di disa sende për agjerim. Është e mirë dhe rrugës o i vëllezër që në fillim me i fol disa sende. Ittifaqan al-ulama fi siyam. Me i fol që çka kanë rënë dakord ulemat për agjerimin. Me qëtë fjalë që na do të flasim çka kanë rënë dakord ulemat me agjerimin, da me thonë paska që s'kanë rënë dakord. Ka mendime, mesele që ju nda ulemat dhe nuk kanë rënë dakord. Ky ka thonë kështot, ai ka thonë kështot, ai ka thonë kështot për një mesele caktuar. E na do i përmendme një nga një çka kanë rënë dakord ulemat në çështën e agjerimit. E para që do e përmendina, ejma'u ala wujubi siyam shahru Ramadan. E gjithë ulemat jënë bashku të një mendimi për obligimin e Ramazanit. Nuk ka këto mos pajtim. Dhanë jo, s'është obligim, jo është obligim, jo. Krejt ulemat thëjnë, jo, agjerimi është obligim. Walam yunqal ilejna khilafan an ahadin min al-imma. Nuk ka mos pajtim në katër në dhejbët, shkollat juridike që me thonë ja, nuk është agjerimi obligim. Krejt ulemat, krejt shkollat, thëjnë është obligim agjerimi. Argumentin ku e kemi që obligim është agjerimi, është ajeti Kuranor. E ju ledhina amanu, kutibe alejkumus siyam. Kutibe alejkumus siyam, dhe të ojtë që në keni besu, e ka për qëllim kutibe alejkumus siyam, është bërë obligim për ju agjerimi. Këtë ulemat thëjnë, ja, obligim e kemi agjerimin. Gjëja dytë, la khilafu fi wujubi siyam ala baligh aqil as-sahih, yani muslim. Nuk ka mos pajtim për ulemave këtë kanë rënë dakord që ndikon obligohet agjerimi. I kanë cek 3. Baligh, ai cili ka një bylëk, i ka morë vetit erë, mi thamë kështot. I ka ndojë pak mustejqet, a ka dalë se, në më thonë, e ka obligim agjerimi. Apo e cila rjedhin mujorët, edhe për këta, në më thonë, agjerimi. Akil, i logjik shumë. Për shembull, ka smundje, e ata që kanë këtë smundje, zot largaja. Po në qovë se e kanë këtë smundje, nuk e kanë obligim. Në moment, thët, agjerimi ku ka. Edhe i vazhdan me agjeru.
Mirë po, mbas një ore apo çaste caktune, ai harron krejt. Logjika e tij nuk është më që logjikon. Ka raste, smundjet njerëzve për lidhje me këto, në shpe rrim, i smunde, ka problem me logjik. E njën personi, mas disa minutave, thot, e kush je ti? A e ka obligim që kjo? Jo, se ka obligim. El aqil, i menqër me qenë. I qmenduri, harrejsa, nuk e ka obligim. Kësi lloj smundje, nuk e kanë obligim. As sahih, e vërtet, cila ka për qëllim? Muslimani. Në qënë se shta të trija mbledhen, atëre e kanë obligim agjerim. Njëra për tërë, në qënë se ka pengesë, nuk e kanë të obligushëm agjerimin. أجمعوا العلماء على أن الشهر يكون 29 يوما ويكون 30. Gjithë ulemat kanë rënë dakorde që ditët e Ramazanit janë 29 ditë apo 30 ditë. Dhe për këto ka argumentet shumëta. Qysh në kam su për Amerikë? Ka në shikon e hanën e Shawalit, në qëfëse ka mungesë së mbush hana, ka në shtanë edhe një ditë për mbush në ato me 30. Për në qësë është pa 29, nesët nuk ka nevoj me agjëru. E kretë ulemat janë dhe më thonë dakordit në këtë qështë. أجمعوا على أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية. Gjithë ulemat janë të një bashkimit, të një fjale që llogaritet me kohë caktun muaj i Ramazanit me çka? Me shikimin e hanës. Nuk ka Ramazan pa e shiku hanën. Kur e shikojmë hanën, është mbush hana që në hanën e kështu më radh, atëherë na fillojmë me agjerim. Nuk u shiku hana, na më thonë gjithë ulemat nuk janë pajtimi. E këtë ulemat janë pajtimi me shikimin e hanës fillan dhe me shikimin e hanës mbaran. Pastaj vëllezër, أجمعوا العلماء أن الهلال إذا رؤي من العشية أن الشهر من اليوم التالي. Gjithë ulemat janë të një mendimit. Në qëfës është bërë shikimi i hanës, në bas namazit akshamit, në kone atësijës, e kam pa në e kush, ato në kumë pa hanën, hana e plot, e kretë ulemat kam pa të nesrit të të betar këtë njëzit a gjërushëm. Edhe pësë është vanu shikimi i hanës, zakonisht bëhet prej namazit e kindis, dhe namazin e ku, të akshamit. Për në qëfës është pa, edhe mas namazit akshamit, kone e atësijës, edhe në bas e atësijës, atëherë kretë ulemat kam pa të nesrit na du të me dalë أجروشهم. أجمعوا العلماء على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم. Gjithë ulemat janë të pajtimit. Ai e cili person i vetëm, edhe pse ka një hadith për me dëshmu, domethënë do të qenë 2 dëshmitar. Edhe ka për të që to edhe një dëshmitar. Ata i cili e ka pa vetëm një person, e ka pa hanën, për ato obligohet që nesër e me dole gjërushëm. A ka ndodhur tek sahabët? Po, ka ndodhur. Kanë udhëtu pej vendit vend, kur kanë udhëtu në vendit që kanë lindë. Kur kanë ardhur, e kanë shiku, i vetmi prej tyre, e kanë shiku hanën, edhe kanë thënë unë nesër kam me dole gjërushëm. Pse është bëhet domethënë agjerim. E kush do bëj neve, e shikon hanën, e din sipas Kur'anit dhe Sunetit, për ato obligohet që ai nesër me dole agjerushëm. أجمعوا على أنه لا يقبل في الفطر إلا 2. Gjithë ulemat janë të në pajtimit që nuk pranohet agjerimi, ju prishet agjerimi 2 personave kanë të liushme në ato që ka rajet kuranor. Kush mund të ju me thamë 2 persona? Mashallah të barak Allah. Allah zid ke ilme ke ja mubarak. Mashallah që kjo është 2 persona kanë të liushme me prish agjerimi. Dhe nuk ju pranohet dhe në qëtë sa agjeron. Nga ketë ulemat e kam bërë. Pse? I smuti edhe a I cili dhe më thonë o thamë musafiri.
اجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك. E gjithë ulemat janë të një mendimit që për agjërusin duhet të ndalë vetën në 3 sende. Imsak, ndaleza më thonë. E këtë ulemat jënë bashku të një mendimit që agjërusin me ndalë vetën për 3 sendeve. E para, e ka të më thonë është zaman e sawm. Me ndalë vetën në momentin kur e kuptan që nga i ku e agjërimin. Ku e Ramazanit, që kuptan ditën, ku ka Ramazan, në atë moment, respekt të Ramazanit, të shka do të me lanë, imsak, me ndalu, hajën pi në çdo sen. E para, e dyta, el-mat'um, shka më thonë, ndalohet për agjërusin, sende që janë ushqyse. E këto ulemat kanë hi dhe kanë folë. Injekcionet të cilët janë ushqyse, shkon injekcionet në lukt. Në që sa ata japin fuqi trupi edhe luktën e ushqim, e prish agjërimin. Moment, da më thonë, gjithë ulemat janë në të në mendimit që mi ndalu këta sende, ku je në agjërim. Apo waqaije, që në thonë ka waqaijen, injekcionet, vakcinat që jipën për fëmi, për të mjekun. Thë qëta vakcina a i shkujnë në trupin, da më thonë e fëmijët, apo qoftë edhe da më thonë gëllëk që shiktojnë tek na. A shërben da më thonë që i jep forcë trupi, ushqim, që ta po kjo vakcinë, kështu, thu ja, qoftë edhe i madhe, qoftë da më thonë edhe ata që janë me gëllëk. O el gjinaa, ndalohet marrëdhëniet. Moment që da më thonë e kuptan që ka i agjërimi, ndalohet edhe marrëdhëniet intime. اجمعوا على أن الاحتلام في نهار شهر رمضان لا يفسد الصوم. E gjithë ulemat janë të një dakordit, të një mendimit, ai i cili gjatë Ramazanit ka ra me flet, dhe shan ëndra ju të mira, dhe kur të zhrohet e shan vetin i lagur. Gjithë ulemat që ka thojnë, këti nuk ju prishet agjërimi. Vetë merë gusëll, pastrohet abdes dhe vazhdan agjërimin. Tani, e kuptot këtë mesele? Këtë ulemat janë dhe një bashkimit nuk ka da me thonë mos përimi. Gjatë ditës, ndonjë një pjam me flet, 3 ma shumë t'i ndodhin këto sende, kur të zhët është i glavë, është të me ratë, na ime njerës, do të mi kuptu meselet e fesë, nuk ka marrë apo diçka. Mirë po, kur të zhët, vazhdan agjërimin, vetëm merë gusëll, da të pastrohet e vazhdan agjërimin. اجمعوا على أن من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر. E gjithë ulemat janë të një dakordit, por një sunet shumë të mirë dhe shumë të fortë. Thatë, me e banu suhurin, syfyrin, som ma shumë e banu, som ma shumë banone. Deri në kohën e namazit të sabat, deri në azan banaje, pësa është për sunetet e profetit sallallahu alaihi wasallam. E ngutja e iftarit është sunet. Mirë, në qëmë se thira azani që është një iftar, jemi në gjami qështë. Edhe thira azani iftar, a me prish me azan, a me prish pa me përëndim tindje? Në shka prishet? Jo dhe jam. Prishet në shka? Në përëndimin e djelit. Ka për i mendimin të ulema dhe saktasa, dhe qashtu të është. Kër përëndan djeli, do të me prish njeri ju. Nuk është me azan. Që të përëndan djeli, për shka është me azan, për shka ka mbet me azan? Që mes me mendu njëri tjetër që kjo për prish vetë. A moraliteti prishet në shka? Me përëndimin e djeli. Dhe më thonë, prej gjithë ulemat janë të një mendimi për këtë sunet fort. Me vanu së fyrin dhe me shpeshtu son ma shpejt kon iftarin. Pse kam bëjt këta sende, se të kjo do të është e kundër ta. është e kundër të esajna. E vënojnë, dhe më thonë, iftarin, sa ma herët e prishin, dhe thonë me sëfër, apo e ndalu dhe thonë me sëfër. Gjeja tjetër, pas këtyreve, që e thanëm gjithë ulemat janë në pajtimi shëtë më ratë, vazhdan temë e tjetër, e cëlla këtë bëjmë me Ramazanin, me kuptu sendet e Ramazanit, mësimet e Ramazanit. E sebëbu të smijet të Ramadan.
do e shohmi pse është quajt fjala Ramazan. Ramadan, apo në gjuna arabe tek na Ramazan. Pse është quajt me këtë fjalë Ramazan? E para ka ardhur bil azmanati allati waqa'at fiha wa hiya shiddatu al-har. Thot në kohë të caktuar ka ndodhur vendoset, më thonë momentet e kohës më e rëndë. Cila është ajo? Shiddetul harri. Nxehtësia e madhe quhet Ramazan. Verës, kur e ndjejmë na nxehtësinë më të madhe, arabët e kanë quajtur Ramadan. Kjo është e para pse është quajtur Ramazan. E dyta, Ramadan li'annahu yamradu dhunub ay yuhliquha bil a'mali salih. Është quajtur Ramazan nga se i smund i bën të dobta mëkate, apo i kall mëkatet me vepra të mira. A përshesh Ramadan? Ramadan dhe më thonë i kall kon me vepra të mira gjunahet, kallën gjunahet, dobësohen gjunahet, shkrijen gjunahet, fshihen gjunahet. Në shka me Ramazan dhe kjo ka kuptimin Ramadan. Gjetë tjetër që është quajtur Ramazan, dhe përshka quajtur Ramazan, ma'khudha min al-ramid, është fjalë e marrur për fjalës ramid. Çka do të thonë kjo fjalë ramid? Thatë në kohën e nxehtë, dhe këto e kemi përjetuar gjithë. Në kohën e nxehtë, me diell, është kur t'ja fillon shiu. A kënaq t'la di, ku nxehtë na ka ndodhur shpesh. Në kohën e nxehtë ka filluar me rashi. E qëta e kanë quajtur arabët Ramadan. E çka do të thonë këta? Mëkatet tona na bën neve të ranë shumë, na japin neve rëndësi, dhe më thonë pesh të keqe, dhe thamë kështu. Mirë po kur janë Ramazani, ose kur ai shijuj momentin e nxehtit, kur bjen fladit. Qështu të Ramazani kur janë të na fladit. Allah na bëj atë ja Rabbil. Dhe e katërta, e cila është tash me thamë, e cila është mendimi më i saktë, e kanë marrë ulemat, është quajtur Ramadan nga se është shahrul Kur'an, muji i Kur'anit. E këta gjithë ulemat e kanë marrë këtë mendimin fundit. Muji i Ramazan është muji i Kur'anit. Gjë tjetër i vëllezër, ta kuptojmë çka do të thonë agjerim në gjuhën arabe. Çka do të thonë agjerim në gjuhën arabe? Mujarradul al-imsak. Agjerim ka për qëllim fjalë e kufizuar ndalesë. Fjala som, fjalë e kufizune, som, do të thonë fjalë kufizune. Mirë po, në kuptimin e këna ndalesë. Moment që te i thu som, këtu i hen ndalesa. Inshallah i sharur do të thonë edhe ma pojë qysh ndalesa. E para do të thonë është al-imsak anil kalam, ndalesë ndaj fjalës. E kemi ajetin kuranor në suratul Maryam. Allah e përshkruan Maryamin me fjalë që ka thënë inni nadartu lirrahmani sawma. Unë ju zotu para Zotit tëm të gjithë mëshirshmit që unë kam e hesht sawma. Imsak ndalesë. E ka hesht vetën e vetë, e ka ndarë vetën e vetë, për shkaj për fjallëve. Pastaj, gjëja tjetër, ndalesë e ka për qëllim, al-imsak anil tu'mi, ndalesa prej shijeve, apo prej shive, apo kur han diçka e shijan me gjuhën tane. Kjo është ndalesë, apo tek me ndalu gjuhës tanë që mos me shiju çdo sen, as ujin, as bukën, as korxhajsh. Edhe kjo ka kuptimin. E treta është al-imsak anil ta'ami wash-sharab wal-kalam wal-jima'. Ndalesa, që ka thonë në gjuhën arabe, as-sam e ka për qëllim, ndalesa prej ushqimit, hajes, pijes, fjalëve dhe marrëdhënieve. Kjo është në gjuhën arabe. Tash do e kuptojmë as-sam, çka do të thonë agjerim në terminologjinë islame. Në termin islam, çka do të thonë agjerim? Ta'abbudu lillah, është adhurim vetëm për Allah. Bil imsak anil akli wash-sharabi wal-jima'. Duke këtë adhurim që bëjmë për Allah Azza wa Jall, me ndalesë që ta ndalojmë vetëm prej hajes, pijes dhe marrëdhënieve intime. Prej kujit min tulu'i al-fajr ath-thani ila ghurubi ash-shams.
prej momentit të agimit të dytë, agimit vërtet, deri në perëndimin e diellit. Kjo është në kuptimin të mëgjisë islamë që kanë thonë agjerim. E fundit të vëllezër, nuk e gjatë më shumë, atwaru siyam, etapat e agjerimit. Vërtet këto kanë folë ulemat shumë, mirë po i kanë përshkruar edhe 3 etapa, 3 kohë që ka ardhur agjerimi. E para ka ardhur el-khiyar, zgjedhje. Kush dan për juve të agjeran, kush dan për juve mos të agjeran. Kjo është e para. E dyta, el-imsak ba'da al-isha. Agjerimi ka qenë natën, jo ditën. Prej namazit e atsijes, as kanë hëngrë, as kanë flet me gra. Deri në atë kohë të atsijes, njëjtin gjallë. Subhanallah. E treta që është bo, agjerim që është dojt, i thonë el-istiqrar, agjerimi i rregull. Prej lindjes, deri në perëndim. As me hëngrë, as me pi, e as me bu marrëdhënie. Këto janë vetëm pak sende, mësime që i mësonëm për Ramazan. Inshallah, javën tjetër do të mësojmë sende tjera. Mi po në këshilloj që mos ja rani këto mësime. Mi mësu ka pak. Unë bëjmë i përbledh këtë, jo, mi po pjesë, dhe sa për vjen muji Ramazanit, kur t'him në Ramazan, na me i ditë këtë sendet, inshallah, me një në Zotit. Allah shpëlej me të mira për ndëgjimin, Allah Azza wa Jall e shtot bereqetin me gjlisin tonë dhe kuptimin me gjliseve tona si pas Kur'anit dhe Sunetit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah shpëlej me të mira për ndëgjimin.